Komiteti për buxhetin e Gjermanisë ka hapur rrugën për paketën e re të ndihmës ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 3 miliardë eurosh, pasi Friedrich Merz, kancelari në ardhje, po shtyn përpara rritjen e investimeve në mbrojtje. Të dy dhomat e parlamentit gjatë kësaj jave miratuan planin e konservatorëve të Merzit dhe socialdemokratëve, të cilët po zhvillojnë bisedime për formimin e qeverisë së re gjermane. Planet e Merzit për shpenzime të miratuara nga dhoma e lartë e parlamentit më 21 mars mundësojnë krijimin e një fondi prej 500 miliardë eurosh për shpenzime në infrastrukturë dhe lehtësim të rregullave të huaz, duke mundësuar shpenzime më të larta në mbrojtje. Ndërkaq, vendimi i Komitetit për Buxhet u konfirmua nga ministra e jashtme Annalena Baerbock. Në paketën prej 3 miliardë eurosh përfshihen 2.547 miliardë nga Ministria e Financave, që do të jepet Ukrainës këtë vit, të plotësuara edhe nga kontribute të tjera, përfshirë një rimbursim nga mekanizmi evropian i paqes. Ministra gjermane e Financave po ashtu planifikon të autorizojë 8.252 miliardë euro për ndihmë ushtarake për Ukrainën për periudhën nga viti 2026 deri më 2029, duke bërë që totali i ndihmës të arrijë në 11 miliardë euro. Ishte koha që Komiteti Parlamentar të hapte rrugën për përdorimin e fondeve dhe Gjermania tani po vendos ritmin për mbështetjen e Europës për Ukrainën, tha Baerbock përmes një deklarate. Situata ushtarake e Ukrainës është bërë më e vështirë në muajt e fundit, shtoi ajo. Antarët e Bashkimit Evropian, udhëheqësit e të cilëve u mblodhën këtë javë për të diskutuar ndihmën për Ukrainën, janë në presion që të shfaqin angazhimin e tyre për Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus, pasi pasiguria po rritet lidhur me të ardhmen e garancive të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara në udhëheqjen e Donald Trump.